Përshëndetje shenja e peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi faqja e shkopinjve, faqja e monedhave, 5 shkopinjt, 4 kupat. Ju mund të ndjeni një impuls të brendshëm, një ide, një mendim, një dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mund të jetë diçka e vogël, si një projekt I ri, një plan që keni në mendje, ose thjesht një ndjenjë se nuk dëshironi më të qëndroni në të njëjtin vend, që mund të jetë një vend emocional apo praktik. Kjo energji është e gjallë, e re dhe plot mundësi. Por menjëherë pastaj vjen faqja e monedhave dhe kjo energji fillon të bëhet më serioze. Ju nuk jeni më vetëm duke ëndërruar, ju filloni të mendoni për realitetin, filloni të pyesni veten, si mund ta realizoj atë që dua? Çfarë duhet të mësoj? Çfarë hapash duhet unë të ndërmarr për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme në jetën time? Kjo është një energji shumë e bukur sepse tregon një kombinim mes pasionit dhe praktikës. Për disa mund të bëhet fjalë për fëmijë ose për adoleshent në jetën tuaj. Por ndërsa përpiqeni të gjeni drejtimin tuaj, shfaqet karta e 5 shkopinjve. Papritur, mendimet, energjitë dhe ndoshta edhe njerëzit përreth fillojnë të përplasen. Mund të ndjeni sikur ka shumë zëra rreth jush, njerëz që japin këshilla, pritshmëri të ndryshme nga njerëz të ndryshëm, ose edhe presion që ju bëjnë të ndiheni të shpërndar, të konsumuar. Kjo kartë shpesh tregon edhe një luftë të brendshme mes asaj që dëshironi dhe asaj që mendoni se duhet të bëni. Pas kësaj përplasje energjish, ju mund të tërhiqeni pak nga gjithçka me kartën e 4 kupave. Ju mund të ndjeni një moment të reflektimi, mund të jeni pak të lodhur emocionalisht ose të ndiheni sikur asgjë nuk ju gëzon aq sa duhet. Por kjo kartë fsheh edhe një sekret të rëndësishëm, që ndonjëherë një mundësi që Zoti ju ka ofruar mund të jetë para jush, por ju nuk e shihni sepse jeni të përqendruar tek ajo që ju mungon. Këshilla për ju është të hapni syt ndaj mundësive të vogla që mund të jenë fillimi I diçkaje më të madhe. Kalojmë tek familja. Në familje kemi hëna, budallai, 8 kupat, 6 shpatat. Në historinë tuaj, kapitulli I familjes fillon me një atmosferë misterioze, do ta quaja unë. Hëna është një kartë shumë intuitive dhe emocionale. Ajo tregon se në familje mund të ketë ndjenja të fshehura, paqartësi ose situata që nuk janë shprehur plotësisht. Ju mund të ndjeni se diçka nuk është krejt e qartë ose se disa emocione po qëndrojnë në heshtje. Intuita juaj është shumë e fortë dhe mund të ndjeni më shumë se sa thuhet me fjalë. Më pas shfaqet budallai dhe historia merr një kthes të papritur. Budallai është karta e fillimit të një udhëtimi të ri. Dikush mund të vendosë të bëjë një hap të guximshëm, të ndryshojë një situatë ose të ndjekë një rrugë të re pa frikë. Pra hidhet një hap besimi, por ky fillim I ri kërkon edhe një lloj lamtumire, sepse kjo manifestohet me kartën e 8 kupave. Kjo kartë është shumë emocionale sepse tregon një largim nga diçka që dikur ka qenë e rëndësishme, por që tani nuk ushqen më shpirtin. Ju mund të kuptoni se një situatë familjare nuk mund të vazhdojë në të njëjtën mënyrë dhe se është koha të kërkoni diçka më të qetë për shpirtin tuaj. Dhe pikërisht aty shfaqet 6 shpatat, karta e kalimit drejt ujërave më të qeta. Ky është një proces shërimi, edhe nëse fillimisht duket I vështirë. Ky proces ju çon drejt një gjendje më të qetë dhe më të balancuar. Këshilla për ju është të besoni se çdo largim nga një situatë e rëndë është një hap drejt paqes suaj. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi njeriu I varur, 7 shkopinjt, forca, hierofanti. Në historinë e dashurisë suaj, kapitulli fillon me njeriun e varur. Kjo kartë shpesh tregon një periudhë ku gjërat duket sikur janë pezull. Mund të ndjeni sikur një situatë në dashuri nuk po lëviz përpara ose sikur duhet të prisni. Por në realitet kjo kartë nuk është bllokim, është një kohë reflektimi dhe ndryshimi perspektive.
Pra ju mund të filloni të shihni një marrëdhënie ose një situatë dashurie nga një këndvështrim krejt tjetër ose krejt të ri. Më pas kemi shtatshkopinjtë, që tregon një moment ku ju ndjeni nevojën të mbroni pozicionin tuaj emocional. Ju mund të vendosni kufi ose të qëndroni të fortë në atë që besoni se është e drejtë për zemrën tuaj. Pas kësaj shfaqet forca, një kartë që tregon fuqinë e butësisë. Ju nuk fitoni betejat e zemrës duke luftuar, ju i fitoni duke ruajtur qetësinë, durimin dhe integritetin emocional. Dhe historia përfundon me Hierofantin, një simbol stabiliteti dhe vlerash të forta. Kjo kartë sugjeron që dashuria në jetën tuaj mund të marrë një drejtim më serioz, më të qëndrueshëm dhe më të pjekur. Këshilla për ju është të mos nxitoni, marrëdhëniet më të forta ndërtohen mbi respekt dhe durim. Kalojmë tek puna, në punë kemi Asi i shkopinjve, 9 kupat, kalorësi i kupave dhe mbreti i kupave. Në sferën profesionale, historia është shumë e ndritshme. Asi i shkopinjve flet për një fillim të fuqishëm që mund të jetë për disa një njohje e re shumë pasionante në punë. Asi i shkopinjve sjell energji, inspirim dhe mundësi për të nisur diçka të re. Ju mund të ndjeni një motivim të ri ose të merrni një ide që ju frymëzon shumë. Pas kësaj shfaqet 9 kupat, karta e kënaqësisë dhe e përmbushjes. Kjo kartë sugjeron që një dëshirë ose një qëllim mund të jetë duke u afruar drejt realizimit. Më pas kemi kalorësin e kupave, që shpesh sjell oferta, bashkëpunime ose projekte që lidhen me kreativitetin dhe emocionin. Në fund shfaqet mbreti i kupave, një figurë e mençur dhe e balancuar emocionalisht. Kjo kartë tregon se ju mund të arrini një nivel ku jo vetëm jeni të aftë profesionalisht, por edhe emocionalisht të qëndrueshëm për të marrë vendime të rëndësishme. Këshilla për ju është të ndiqni rrugët profesionale që ju japin kuptim shpirtëror. Kalojmë te Prism Oracle, ku kemi passion, pasion. Kjo kartë është si një zjarr që ndizet në shpirtin tuaj. Kjo kartë ju kujton se jeta bëhet e gjallë kur ju ndiqni atë që ju ndes zemrën. Kur ndiqni pasionin tuaj, energjia juaj rritet dhe rrugët fillojnë të hapen. Këshilla për ju është të mos shtypni dëshirat e shpirtit tuaj për hir të rehatisë ose frikës. Paçim!